Me rishikimin e fundit të buxhetit të shtetit, qeveria ka vendosur që të rrisë fondet për shpërblimin e fundvitit për pensionistët. Nga 37.5 milion euro që ishin parashikuar fondi për shpërblimin e fundvitit në buxhetin fillestar, vlera është rritur në 97 milion euro. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët, i cili në vimësi ka shënuar si rritje të frekuencës, si dhe një trend rritës të masës së përfitimit, ka gjithmonë në fokus përmirësimin e nivelit të plotësimit të nevojave të kategorisë vulnerabël të pensionistëve, duke krijuar një siguri në pritshmëritë e kësaj shtrese për rreth 756.000 pensionistësh, krahas një besimi të shtuar të tyre për një qasje të vëmendshme dhe supërtuese nga ana e qeverisë. Bonusi i fundvitit edhe për këtë vit pritet të jetë i ndarë. Pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë në muaj do të marrin më shumë dhe kush merr mbi këtë vlerë do të ketë bonus më të ulët.